Përshëndetje nga unë Margarita. Sot do doja të trajtoja një temë që ka lidhje me të gjithë ju që kërkoni shumë në jetën tuaj. Më lejoni t'ju pyes diçka. A ju ka ndodhur ndonjëherë që sapo ju kërkoni të ecni përpara, jeta ju ka vendosur pengesa. Dhe këto pengesa ju janë dukur shumë të vështira për të kaluar. Dua të dini këtë gjë. Pengesat që ju dalin përpara nuk do të thotë që ju po dështoni. Do të thotë që ju po rriteni. Çdo njeri që ka dashur të eci përpara, ka dashur të ndërtoj diçka me vlerë, i ka pasur këto momente dorëzimi. Ju duket më mirë të hiqni dorë se sa ta vazhdoni. E kam kalu vetë, prandaj po ja u them. Dhe kur përballesh me një pengesë, asnjëherë mos pyet, pse më ndodhi mua kjo gjë? Por pyesni, çfarë më mëson kjo pengesë? Asnjëherë mos kërkoni perfeksionin. Sepse progresi e fiton gjithmonë frikën që keni për brenda. Dhe mbi të gjitha, mos kërkoni t'i bëni të gjitha vetë. Kërkoni dhe ndihmën e dikujt tjetër. Kërkoni mbështetjen e dikujt që ka përvojën në këtë fushë. Nuk është asnjëherë dobësi të kërkosh mbështetje, është zgjuarsi. Bëjeni këtë gjë, se vërtet do t'ju ndihmoj. Dhe unë po ju them diçka tani. Të gjithë ju që keni bërë diçka dhe po ecni përpara dhe ja keni dalë mban këtyre pengesave, bravo ju qoftë, jam krenare për ju. Por nëse dikush prej jush aty që po më dëgjon, do të eci përpara, por këto pengesa nuk po i kalon dot, atëherë më shkruaj në koment, dua të më shpjegosh më shumë se si t'i kaloj këto pengesa. Ose një fjalë, ndihmë, help. Nuk jeni vetëm në këtë rrugtim. Ka plot njerëz që mund t'ju ndihmojnë. Më shkruaj dhe unë do t'ju përgjigjem. Mirupafshim nga unë.